Edhe një nga stacion e rëndësishme që duhet të flasim për to, dhe më thonë, kur flasim për jetën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, është edhe reagimi i Kurajshve. Si kanë reaguar ata, çfarë metoda kanë përdorur ata për me kundërshtu dhe me luftu Muhammedin alayhi salatu wasalam. Nga metoda që i kanë përdorur të ndërëzër është emërtimi me emra, dhe më thonë, me emra fyjes, me emra që e bëjnë të dyshim pejgamberin sa, me akuza që e bëjnë pejgamberin alayhi salatu wasallam të papranueshëm në shoqëri. Kjo ka qenë një nga metodat e tyre. Do të thonë, me gjetë dy emra që me ato emra tashmë bëhet i njohur pejgamberi sa, dhe në bazë të emërtimit njerëzit edhe largohen prej tij. Për shembull, sikurse edhe përmend Allahu në Kur'an, e kanë emërtuar me emrin magjistar. E magjistari dihet, domethënë se është gënjeshtar, është mashtrues dhe përfiton nga hallet e njerëzve. Fatkeqësisht njerëzit kanë halle, kanë probleme dhe mendojnë se zgjidhja e tyre është magjistari, që ai përmes magjive të caktuara u zgjidh problemin. Asnjëherë të, domethënë, qysh do qoftë emri i tij, çka do qoftë pretendimi i tij, në momentin kur ai përdor truke caktuara të magjisë, përdor hile të caktuara të bashkëpunimit me djajt, nuk ka mundësi asnjëherë ajo që ai bën me qenë zgjidhje. Përkundrazi, ajo edhe më tepër e komplikon situatën. Mund t'i duket dikujt në shikim të parë, në hapa të parë se ja, diçka e mirë po ndodh, po krejt ajo është mashtrim. Krejt ajo është mashtrim. Andaj është me të vërtetë e dhimbshme kur dëgjojmë që njerëz caktuar, madje edhe nga rrethi jon, nga mesi jon, që shkojnë te njerëz caktuar që përdorin metoda të tilla diellëzore për t'u rrëmbyer parat njerëzve në këmbim me mashtrim. Mos u japin kurrë, u japin mashtrim, u shesin mjegull, ndërsa u marrin djersën e tyre, u marrin mundin e tyre, u marrin edhe centrin e fundit që kanë xhepin e tyre, nga se halli çon edhe nder të hasmit, që thot populli jon. Njëri kur ka hall, nuk, domethënë, shikon në çfarë dere po kursen, po troket, nga se kërkon zgjidhje. Mirë po dera magjistarëve që parashikojnë fatin, të ardhmen, zbulojnë të fshehtën, ose shkrin plum, ose tregojnë punë caktuara që në bazë tyne ata mund ta zbulojnë ku është problemi, kush ta ka bërë, si është zgjidhja, gjitha këto janë mashtrime. Andaj që në atë kohë i dhujtarë kanë qenë, s'kanë qenë besimtar fare, po e kanë di se një veprimtari e tillë është e pist, është e ndytë. Andaj kanë tentuar janë vesh pejgamberit alayhi salatu wasallam. Sikur të kishte me qenë magjistari me autoritet kredibil në shoqëni, që ai që ka emrin që ashtu pranohet, s'kishin më ngjit pejgamberit këtë emër. Apo, nga se njerëzit kishin dashur, ata kanë tentuar me i vendos emra irritues, emra që e bën pejgamberin të papranueshëm në shoqëri. Andaj kanë magjistar. Kanë tentuar që ndikimi që po e bën Kur'ani në zemrat e njerëzve, fuqia e fjalës Allahut azza wa jall, me i thon magji. Magjia është këtë diçka tjetër të nëzën. Magjia s'ka lidhje me shpalljen me Kur'anin. Kur'ani prezant argumente që e ngacmon mendin e njeriu që të punon. Ndërsa magjistari bën veprime që mendin e pasivizon. Nuk e lën me menu me mendet vet. Po e pasivizon mendin, ata janë në aktivitet diametralisht të kundërt, lidhjes ka mes vete. Shpallja pejgamberi alayhis salam me shpallje ka ftu njerëz me adhuru Allahun azza wa jall, me u dashur mes vete, ndërsa magjia bën që njerëz me u largu nga Allahu te barekuhu teala, me i pasu cytjet e shejtanit dhe me u acaru mes vete.